Egli largohet nga ditëlindja e Loredanës për shkak të Xhenetës, sjellje dinjitoze përballë provokimeve të vazhdueshme. Dramat mes ish-banorëve të Big Brother nuk po marrin fund. Nata e kaluar, që duhet të ishte një fest gëzimi për ditëlindjen e Loredana Bratit, u kthye në një situatë të tensionuar sapo u përballën disa prej personazheve më të përfolur të këtij edicioni. Në mesin e të ftuarve ndodheshin edhe Egli dhe Xheneta, dy emra që tashmë dihet se nuk kanë as pak marrëdhënie të mira pas daljes nga formati. Në një video që po qarkullon në rrjet, shihet qartë momenti kur Egli largohet menjëherë nga festa sapo vëren praninë e Xhenetës. Një veprim që është interpretuar nga shumë ndjekës si një shenjë dinjiteti dhe pjekurie, duke shmangur çdo përplasje apo skenë të panevojshme publike. Ndërkohë, sjellja e Xhenetës është vënë sërish në qendër të kritikave. Ajo vazhdon të përpiqet në çdo mënyrë të afrohet pranë Egli dhe Gjesti, dy nga personazhet më të ndjekur dhe të pëlqyer të momentit në showbizin shqiptar. Ndërkohë që publikisht deklaron se ata po e përndjekin, veprimet e saj flasin krejt të kundërtën, nga postimet të eventet dhe tani edhe në festa të përbashkëta, ajo duket se nuk i lë rastet pa i provokuar. Madje, shumë shikues janë të mendimit se Xheneta po përdor çdo mundësi për të qëndruar në qendër të vëmendjes, pikërisht përmes emrave që sot gëzojnë më shumë popularitet se ajo. Dhe kjo strategji sa e njohur, as edhe e tejkaluar, po kthehet në bumerang, sepse në fund, ajo që shihet është një figurë që sulmon, viktimizon veten dhe akuzon pa baza. Nga ana tjetër, Egli dhe Gjesti po dëshmojnë një maturi dhe vetëpërmbajtje që i nderon, duke mos rënë prej provokimeve dhe duke u fokusuar në rrugtimin e tyre personal dhe profesional. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!